Në kërkim të daljes, është premiera e parë për këtë vit të ri artistik në Teatrin e Metropolit. Një dramë e shkruar nga Albatros Rexhaj flet për një rrugë të gjatë të 4 personazheve, ku secili prej tyre përjeton nga një moment të vështirë në jetë. Qëllimi i personazheve është i përbashkët, dalja nga vështirësia që i ka mbërthyer. E vënë në skem pas 11 vitesh, drama Në kërkim të daljes kërkon të sjellë diçka universale, aktuale, por mbi të gjitha ankthin e vazhdueshëm që shoqëria jon kalon çdo ditë. Kam dashur në radhë parë shkruaj diçka universale që vlen për gjithë shqiptarët, e natyrisht edhe nëse përkthehet, por edhe për tjerë. Por thelbin e kam nga një ankth i vazhdueshëm që ne si shoqëri e përjetojmë tërkohën. Unë kam thënë në një fjalë vetëm kjo përmbledhet kulçeder e ankthit. Sepse unë kam këtë bindje se ne si shoqëri jetojmë në presionin e disa skemave. Kjo është leitmotiv në gjithë krijimtarinë time. Po dhe disa elitave prapa perdës që bëjnë pamundurën të na mbajnë në gjendje të ankthit vazhdueshëm. Regjisorja e dramës Rozi Kostani shprehet se kjo shfaqje sjell në skenë një proces të krijuar nga një sër faktesh ku mbi gjithçka është mungesa e një mendje të lirë. Kjo nuk është thjesht shqiptare, kjo është universale vërtet sepse merret me një problematik njerëzore, thelbësisht njerëzore. Është një proces i cili ndodh njeriu fal klauzolave që na ndërton shoqëria, fal tabuve të cilët ndërtohen dhe ne i vetë ndërtojmë dhe ndërtojmë muret tona. Pa e ditur pastaj është mur apo është dalje. Derisa fillojmë të artikulojmë që ky është mur, kjo është pengesë dhe pastaj ne gjejmë daljen tonë. Në kërkim të daljes vjen në interpretimin e aktorëve të njohur si Alfred Trebicka, Laura Nexha, Shoqëri Çausha, Rudi Koçibelli, premier në datën 9 janar ora 19 në sallën Shakespeare të Teatrit të Metropolit.